Fondi i dëmshpërblimit për ishte përndjekurit politik për vitet e burgimit gjatë sistemit komunist këtë vit është rritur me $5 milion. Kryetari i shoqatës së ishte përndjekurve politik në Shkodër Zenel Drangu tha se kërkesa drejtuar qeverisë për shtimin e fondit ka qenë e vazhdueshme dhe se tashmë hapi i parë është hedhur. Janë rreth 10.400 dosje të ish-detënuarve që nuk jetojnë më, nga të cilat 1.500 i përkasin rajonit të Shkodrës, për të cilat do të përdoret ky fond. Si mjet me kërkesë të vazhdueshme tonën pra shoqatave që janë atëri, apo mujtën morrit fondi nga ana e qeverisë, nga $10 milion që janë ba 15. Nuk është se mjaftojnë për mu arrit mu marrë një kist, pa puna janë rregullu bukur mirë disa punë në lidhje me dëmshpërblim. Ky 5 milion që ashtu bashkë me 10 milionat që janë për 10.400 dosje që janë familjar, që kanë vdek, janë të pushkatum, pra janë të gjithë të listum 10.400 dosje. Në këta 10.400 dosje, 1.500 janë nga qyteti Shkodrës, duke përfshi edhe Balësinë e Madhe që ka kënë një bashkë me Shkodrën. Drangu shprehet se ishte dënuarit politik që janë ende gjallë i kanë përfituar kestet e dëmshpërblimit, ndërsa tashmë procesi i vjon për ata që nuk jetojnë më dhe parati marrin trashëgimtarët e tyre. Marrin trashëgimtarët, pra domethënë ata që janë trashëgimtarë parë deri te nipat. Apo i kërkesë jona me fjalë për më marr i thije edhe stërnipet për arsye se me këtë ritëm që është nuk arrin me i marr ata të parë që janë edhe të dytë edhe metet të stërnipat dhe kërkesa jonë ka kënë për me përfitu ata që ta përfitojnë atë që jo takon. Aktualisht procesi i ndarjes së dëmshpërblimit për ishte përndjekurit politik vijon për mbylljen e kestit të radhës, ku do të përfshihen edhe dosjet e reja në kuadër të fondit shtesë prej $5 milion.